Rinumrimi i deritanishëm i votave ka prodhuar ndryshime në përbërjen e kuvendit. Jashti ka mbetur ministri në detyrë i zhvillimit rajonal dhe kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, Fikrem Damka. Pas rinumrimit, Damkës janë hequr 69 vota, duke ja humbur mandatin. Vendin e tij e ka zënë kandidati 4 në listën e KDTP-s, Ergyl Mazrek, i cili tani ka 62 vota më shumë se sa Damka. Megjithatë, dallimet brenda KDTP-s janë minimale krahasuar me ato që janë evidentuar te 3 partitë më të mëdha parlamentare. Deri tani rinumrimi nuk ka nxjerrë mospërputhje në votat e partive, por vetëm te votat e kandidatëve brenda listave. Prizreni del komuna me mospërputhjet më të mëdha. Me rinumrimin e 91% të kutive, rezulton se kandidatëve të PDK-s u janë shtuar rreth 15.000 vota që nuk i kanë marrë nga qytetarët. Te LDK-ja dallimi është 4.014 vota, ndërsa të vetëvendosje 2.500. Unë jam Feta Pacharizi. Përfituesi më i madh nga ky keqnumrim është kandidati i PDK-s Feta Pacharizi. Nga 14.606 vota sa i kishte para rinumrimit, atij i kanë mbetur 9.470. Dallimi prej 5.100 votash nënkupton se më shumë se 1/3 e votës së tij ishte rezultati i abuzimit gjatë numrimit. Në Prizren nga PDK-ja kanë përfituar edhe Najt Hasani me 2.800 vota, Kujtim Gashi me 2.052, Luljeta Veselaj Gutaj me 1.720 dhe Arjanet Çollaku me 1.500. Të gjithë këta kandidat nga kjo komunë. Në 1.000 vota i ka përfituar edhe Fadil Demako, Enver Hoxhaj, Xhavid Haliti dhe disa kandidatë të tjerë. Nga LDK-ja përfituesit kryesor janë gjithashtu nga Prizreni. Xhavid Uka ka 1.349 vota më shumë, Dritan Selmanaj 929 dhe Anton Quni 458. Edhe te vetëvendosje, përfitimet më të mëdha nga keqnumrimi në Prizren janë evidentuar te kandidatët që vijnë nga kjo komunë. Arbe Rexhaj ka përfituar 552 vota, Rea Krasniqi 477, Dafina Alishani 355, Mytahera Skuka 205 dhe Artan Abrashi 197. Valon Ramadani nga Ferizaj ka përfituar 407 vota. Nga 10 komunat ku votat do rinumrohen 100%, procesi ka përfunduar në 3 prej tyre. Njëra është Leposaviqi, ku rinumrimi ka nxjerrë se kandidatët që kanë përfituar më shumë nga keqnumrimi janë Jasmina Savić 36 vota, Slavko Simić 31 vota dhe Slaxhan Rashić 11 vota. Asnjë kandidat i partive tjera nuk ka përfituar më shumë se 3 vota. Edhe në Kaçanek rinumrimi ka përfunduar. Më së shumti nga keqnumrimi kanë përfituar kandidatët e kësaj komune. Kosovare Murseli e PDK-s ka 100 vota më pak pas rinumrimit. I dyti është Jeton Raka i vetëvendosjes, që gjatë numrimit i ka marrë 78 vota që s'ja kanë dhënë qytetarët, ndërsa Besimi Lazi, ish kryetari i komunës dhe kandidati i PDK-s, ka humbur 53 vota. Rinumrimi plot ka përfunduar edhe në Dragash, kandidati i vetëvendosjes nga kjo komunë Filiz Mustafa ka humbur 231 vota. Nga PDK-ja, Gjevahir Geci ka humbur 87 vota pas rinumrimit, e Linda Nebiu nga Dragashi 74 vota. Kandidatit të LDK-s Zeni Krasniqi janë hequr 16 vota, edhe ky banori i qytetës jugore. Në komunat ku është rinumruar vetëm 10% e vendvotimeve, mospërputhjet më të mëdha janë evidentuar në Podujev. Aty kandidatët e vetëvendosjes kanë përfituar gjithsej 1.065 vota, të PDK-s 120 dhe të LDK-s 102. Rinumrimin e Podujev ja ka hequr 288 vota ministrit në detyrë të mbrojtjes, Ejop Maqedonci. Votat u janë hequr edhe 2 kandidatëve të tjerë të vetëvendosjes nga kjo komunë, Vendenis Lahod 246 dhe Adelina Stublës 174. Ndërkohë Ditjona Statovsi e PDK-s, edhe kjo nga Podujeva, ka përfituar 85 vota që nuk janë dhënë nga qytetarët. Deri në orën 15 të së dielës janë numëruar 503 nga 914 vendvotime të quara në rinumrim.